Mes dhimbjes e lotëve të afërmit e familjes së Artikoles hapën dyert e mortit për të përcjell drejt banesës së fundit të dashurit të tyre, që humbën jetën tragjikisht në Itali, në fshatin Gryksh të Peqinit. 4 arkëmortet e familjes Kola bërritën në orët e para të ditës së sotme e më pas, po mes lotëve u përcollën drejt banesës së fundit. Qindra njerëz ishin pranishëm në përcjelljen e fundit të familjes Kola, mes heshtjes e zis që ka kapluar këtë fshat sot. Sundurum ikëm, sundurum. Po ikëm, sundurum dot, po dridhëm e gjithë. Jemi të rëndet gjithë fshati, nuk dorojmë dot më. Po jo, kemi të fshatarë, kemi shumë familje mirë, shumë. Sas nuk dorojmë matë, po ikëm shtëpi. Po shumë, nuk dorojmë ambulanca djeha, dhunë menja. Sa të ndujtë një që se merë me mëdhëmen, po që të bëjmë? E gjoj, në e kejtë me thonë drejtën, largëm ka shumë këtu e fshatë tjetë atje, po vetëm për respekt ka marrë. Qa më bëjmë? E njëti familje? Tjatin e këtyne po, në fjallë gjyshin, po të tjera të janë, nuk kam njaftë. Shumë këtë. Ma rop njeri jo. Kjo i kjera këta në gota. S'ketë që t'i bashkë. Po në zoti, pa në ropit më se raftë. Mimi fshatarë, jam për më tonë lumit. Fshatarë, kemi pas një kooperativ bashkë. Nuk kam shplasë më tepër mo. Brava i qoftë. Gjithë këtë kishë mësi për shemë, po varsisht. Halët tonë, po sa edhe të losh bukën të atë për honë, të japë që të në prapë nuk është keqë. Betë prendë, vetë. Veni jot është. Familjarët më të afërt, nëna Artikoles dhe vëllai i tij familjar të tjerë, pritën ngushëllimet për vdekjen tragjike të 4 personave nga e njëjta familje, ndërkohë qindra shqiptar u bashkuan në një dhurim parash për të bërë të mundur ardhjen e trupave në Shqipëri.